Ky emision përkrahet nga IPCO. Sporton është një emision sportiv me sporte të shumta, me sportistë jashtëzakonisht sportiv. Të cilët me shumë sportivitet do të shpërfaqin aftësitë e tyre sportive nëpër sportet respektive. Shtunë dile. Check it out. Intervistat e sportonit po vazhdojmë me zhvillu në lokacione të ndryshme. Sot jemi në Pallatin e Rizët të Sporteve, ku zhvillohen shumë sporte të ndryshme, ama siç po shihni i kemi edhe kupat, në fakt do të ishin në vazhdim. Kemi fol për futsalin. E kam presidentin e klubit Prishtina 01, është Bledion Bryma, me të cilin kemi me zhvillu intervistën këtu në Pallat për suksesin e dyfisht edhe këtij sezoni. Këtu e kam pra Bledion Bryma, presidentin e Prishtina 01, cilin e falenderoj për kohën edhe për kupat që i ka pru këtu në sallë. Bledion provdoi në fakt një edicion se nuk je prerë të parës për të provdoi një edicion kogja i vështirë, po me 2 titull në fund. Tregojmë qyshe për mbledh që sezon të Prishtina 01 është hera 3 rresht që po shpallën i kampionit të Kosovës. Përshëndetje janë, falenderoj për ftesën. Po sigurisht pas një pune shumë të madhe që ne kemi bërë në vazhdimsi këto vitet e fundit, siç e cekë ato 3 rresht. Kjo ka qenë vazhdimi i 2 viteve të kaluam për këtë sukses. Na jena fitues të dyfisht kampionatit dhe të kupës që 3 sezonet e fundit ka arritur këtë sukses që kemi arritur së bashku me gjithë lojtarët, me gjithë stafin, me gjithë mbështetësit tanë, cilët e kanë dhënë maksimumin edhe ne që të arrijmë këtë sukses. Kjo ka qenë edhe një shtysë e madhe edhe prej garave të Evropës të cilët kemi pas, një eksperiencë jashtëzakonshme, një sukses i jashtëzakonshëm nga evropianë në 2 sezonet e kaluara, të cilët ne edhe jemi rënditë 18 në botë për vitin e kaluar. Normalisht që ky sukses i tyre na ka mbajtur që të vazhdojmë të punojmë edhe më shumë edhe me pjesëtarët e klubit, edhe me stafin normalisht edhe me lojtarët. Për këtë arrit të 2 qëllime. Kena punu goxha shumë për këtë vit, sidomos këtë vit ka qenë ndoshta pak më i vështirë. Pikërisht të dishtë ka qenë më vështirë se ditët e kaluara, se ka shkuar edhe më gjatë seria dhe keni pësu humbje zakonisht çdo 2 vite e fundit. U harru kur ke mujt me pësu një humbje Prishtina 01. Po si vjet ka qenë pak më ndryshe se ka qenë një rival si Drenica që ka rivalizuar dhe në fakt në penallti u kuptu kush është fituesi. Po ishte një sezon jashtëzakonisht i vështirë. Në pjesën e parë të sezonit në Vjesht kemi kaluar shumë mirë, kemi pas asnjë rezultat negativ, si të cekë edhe ti. Na kemi 2 vite që spësojmë humbje. Humbja e parë ishte në play-off tash edhe e morëm në terrenin tonë, si thumë, edhe pse ne nuk e zhvilluam Pallat lojën e parë të finales për arsye të kushteve. Po rezultatet të cilat e kemi kriju gjatë gjithë vitit, mendoj që ishte edhe rezultati final të cilin e merituam se të vazhdosh të kesh të paktën 20 e ca lojë pa humbje, është normale që vjen edhe ky suksesi, po rivali ishte shumë i vështirë, domethënë edhe ishte paparashikueshëm, nuk na menduam që do shkojmë në seri me 3 lojë, se vitin e kaluar kena kryer me 2 lojë, po i përgëzoj edhe ata shumë normal se ata të gjithë të cilët investojnë në futsal është mirë edhe për ngritjen e futsallit, kështu që ishte një duel jashtëzakonisht i mirë, atmosfera ka shumë mirë. Atmosfera ka qenë impozante, nuk ka ndodhur ndonjë në historinë e futsallit të jetë kështu sallat në 3 ndeshjet finale. E vërtetë, edhe pat edhe lojë të mirë në fakt edhe në fushë, ke tamam finale edhe fundi ke me penallti që besoj që kogja që më thonë ka 3 zemrat edhe juve edhe futbollista, po flasim tash pak Bledion është pjesë e pushimeve për lojtarët, për ju edhe besoj për stafin. Ajo çka e veçan Prishtina 01 që diskutuam në para intervistës është që jeni brëm krejt vendor ose janë lojtar shqiptar, lojtar kosovar, ndoshta në një prej Shqipërisë ose për Maqedonisë, po janë brumi është shqiptar. A ka më vazhduar që kjo ecuri për sezonin e ri, e njëjta themi politik, nëse më thonë se njëjti zhvillim në klubin e juaj. Po tash pas përfundimit të sezonit, domethënë që mbaroi para këtyre ditësh, tani gjithë lojtarët janë pushim derisa të takohemi prapë me secilin për kontratat e reja, të cilat mbarojnë thjesht për çdo vit dhe fillojnë me kontratat e reja. Unë e kam pas politikën që në fillim edhe kam dashur gjithmonë që lojtarët tonë vendor të aprovoj më shumë, të ngrisin më shumë si në kuadrën Superligës, si në kuadrën në Europë, pse mos ta shfrytëzoj sepse këtu ka talente të jashtëzakonshëm edhe janë të mirë, domethënë që janë thujse niveli shumë jo shumë niveli i lartë në ata të cilët vinë këtu, pavarësisht se do lojtarët që kanë qenë këtu në Kosovë kanë qenë jashtëzakonisht mirë të huaj,
po na kena vendosur së bashku me trajnera që të vazhdojmë me prodhimin vendor, domethënë shqiptar. Na kena Kosovës komplet jemi, është një shqiptar Maqedonisë Veriut dhe trajnerin që ne kemi nga Kumanova. Pjesa tjetër jemi komplet të Kosovës. Normalisht 4 lojtarë kemi të cilët luajnë në përfaqësuesin e Kosovës, Shqipërisë, ndërsa 9 lojtarë janë në përfaqësuesin e Kosovës. Për sezonën e re tani do shohim se çfarë do të marrim. Ambicet e klubit janë shumë të mëdha. Unë kam cekë edhe në mesin e trajnerëve lojtarëve, unë garët evropiane kam dëshirë, kam si thosh me përgatitje sa më të lartë. Ndoshta do bëjmë ca ndryshime të vogla se diçka jo, po ne do provojmë që të arrijmë suksesin e vitit të parakaluar, që arritën në 16 më të mira të mbotë. Para 2 sezonave Bledjan e keni marrë edhe turneun këtu. A ka ndonjë iniciativë me ndodhi në diçka prap e tillë se jep edhe një farë hieshie, një farë spektakli, kur edhe ndoshta një përparësi kur i luan në këtë sallë ku edhe ushtrojnë lojtarët edhe janë domethënë ma të ambientuar se sa me palestra të tjera. A ka ndonjë plan të këtij lloji që ti mundesh ma tregu që ndoshta në një fazë që mund të zhvillu këtu, sepse e dim futsalli zhvillohet me një farë sistemi të fazave derisa të merrin në fazat e fundit. Po ne kemi qenë 2 organizatorë të Champions League në Prishtinë. Në vitin e parë arritëm deri në Elite Round, të cilët ishin skuadrat më të forta të botës, domethënë ishte Benfica, Kairati dhe Duboveci, të cilët ishin e para, e dyta dhe e gjashta në botë. Pavarësisht kësaj, ne dhe vitin e kaluar kemi zhvilluar main roundin këtu në Prishtinë, i cili ishte me main round është Path A, i cili domethënë nga 4 skuadra kalojnë 3, ku ne nuk patëm fatin që të kalojmë për shkak të disa lëndimeve të lojtarëve kyç, them, në atë turne. Për këtë vit ne tani kemi bërë edhe aplikimin për të marrë organizimin prap, domethënë sepse ne 2 vitet e kaluara të cilat kemi organizuar kanë qenë mjaft mira. Kanë qenë organizimi në nivelin top, të cilët dhe delegatët e UEFA-s na kanë dhënë notën 10-10, si quhet, për organizim, dhe ne tani kemi bërë dhe aplikimin për Champions League. Normalisht tani është herët, po deri në fund të muajit qershor neve se marrim vendimin e tyre. Është një privilegj që të vinë skuadrat, top skuadrat në Kosovë, sepse kjo ngrit edhe nivelin ton në futsal. Edhe në promovimin edhe të qytetit, edhe të shtetit, edhe të ekipeve normalisht, nga që unë kam fillu të marrë mesazhe nga presidentat e klubeve të tjerë që kërkojnë të bëjmë miqësore me ekipet e tyre si në Kosovë, si në vendet e tyre për përgatitjen e fazës para Champions League-s, të cilët neve tani na mundësohet, sepse tani jemi shumë më të lirë me lëviz, sepse edhe para 2 viteve kemi pas goxha kërkesa për Champions League, domethënë për miqësore para Elite Round, për shkaku i vizave të cilët kena pas probleme me bashkëtarës, kena bërë me lëviz. Tani jemi duke rishikuar oferta se ç'a na ofrojnë edhe se ku mund të shkojnë të bëjnë ca miqësore për përgatitjen e Champions League-s. Normalisht se këto janë ngritje për futsallin ton, për vendin ton, sepse të vinë skuadrat me rëndëme botërore në Kosovë, ato janë thjesht një pasqyre e futsallit ton, të cilën e dërgojnë për jashtë se e marrin nga jashtë. Pjesa më e madhe dhe pjesa më ndërmuese e ekipit që kanë ardhur kanë qenë mjaft të kënaqur si me organizim, si me mikpritje, si me gjitha, dhe mendoj që kjo është një arsye shtesë për neve që na me punu hala më shumë, me punu për të ardhmen tonë, për të ardhmen e futsallit, dhe normalisht që UEFA besoj që do ta shikoj mundësinë që na jepi prapë organizimin që do zhvillohet në fund tetorit. Shumë. Bledjan, ato që më intereson me ditë është 3 vite rresht më bëu kampion nuk është edhe lehtë. Të parën ndoshta thotë dikush me fat, hera dytë gjithmonë më e vështirë me mbrojt kritojnë në sport, edhe treta më përsërit është diçka që tregon për forcën, organizimin, gjithçka tjetër që ka Prishtina, zërin e si ekip. Po në përgjithësi, ky rivalitet që ke si vjet, a ka me qenë themi një shtys, sepse ndoshta edhe pak jeni në comfort zone duke ditë që dominoni ligën, që sezonin tjetër me kon Prishtina 0-1 me vazhdu që të rezultat, po mos me zonë themi kështu në befasi. Kjo është si pyetja në pyetje, domethënë, a edhe ti si president çto ndeshje të këtij lloji normalisht që ma mërmend që të kënaqen sepse është një rivalitet, edhe besoj që ki qef edhe ti me u përballë me më të forta, sigurisht se në Evropë që përmendet, domethënë besoj që tani kur
ka më shumë rivalitet edhe tregohet tamam forca e një ekipi. Po, normalisht ne të vazhdosh këtë sukses 3 vite me radhë nuk është pak, domethënë është një punë, një sakrificë shumë e madhe që kena filluar, domethënë për ditës parë projekti para 4 viteve që ne kemi pas që të arrijmë këtë sukses, po neve na ka bërë më të fortë gara ndërkombëtare të cilat kemi bërë një provojë jashtëzakonshme. Thuajse të gjithë lojtarët kanë zhvilluar paktën 12-13 ndeshje në Europë, domethënë në Champions League, pavarësisht edhe me kombëtarët. Normalisht kjo ka ngrit edhe vetbesimin e lojtarëve për këtë sukses, por siç e the edhe vetë është shumë e vështirë ta mbrosh titullin, ndoshta herën e parë edhe e merr, po herën e dytë me mbajt. Ne këto 3 vite kemi punuar shumë edhe ndoshta këtë vit kemi qenë ndoshta pak më të qetë se do të arrijmë suksesin, po si thosh na dul pak si më e vështirë në fund. Edhe dorë me desht, se desha me thonë, po rivaliteti është shumë i madh dhe normalisht ne kemi të qef dhe kemi dëshirë që me pas këtë lloj ndeshje sepse futbolli është për tifoz. Nëse tifozët vinë këtu të 2 orë sa gjatë loja kjo është kënaqësia më e madhe për neve, sepse kemi kundërshtar të themi të lehtë, nuk është se ndoshta edhe ngrit futbollin tonë edhe në anën ndërkombëtare, edhe si kombëtare, por edhe si mënyrë ekipore. Ne shpresojna që edhe vitet e ardhshme të vazhdojmë punën këtë ritëm. Unë nuk e kam synim më ndalë, domethënë me vazhdu me këto suksese, kundërshtarët e dinë se jam pak ambicioz edhe du me vazhdu me suksese, mu vetëm suksese më banë, domethënë që të vazhdojnë në kuptimin sa më të mirë, por normalisht edhe ekipet tjera duhet të forcohen edhe të kemi një rivalitet të mirë që të kemi edhe gjatë kampionatit lojë të mira, jo vetëm play-off. Sepse në play-off ishim 5 skuadra shumë të forta, të cilat morën pjesë, gjysmëfinalet kanë qenë jashtëzakonisht të mira, edhe finalet kanë qenë shumë niveli të lartë. Domethënë, nëse vazhdojmë me këtë progres në vitet të ardhshme, ne besojmë që kena me arrit sa më shumë që të ngrisim futbollin edhe ndërkombëtarisht edhe vendor. Nuk e kam njët monal. Që ato po do më ndërlidh. Kam, domethënë, prej çast sa një në futbollin, i kam do historina që e di janë disa klube që janë shpall kampion në vitin tjetër ndoshta kanë lënë Champions League edhe janë shu krejt. Janë disa raste besoj që do të jetë kur je familiarizuar me futbollin. Kjo është shumë e rëndësishme që mas një suksesi mos me u lodhën në çet kuptimin se normal është edhe një barë financiare gjithçka tjetër. Pra, Prishtina 01 ky projekt ku është Blediuni, po flasim tash për më shumë vite, po jeni 3 herë kampion rresht tash. Ju morën besoj edhe një farë krenarie, një farë historie që keni arrit, që mos më ardheri të që ky të çdo raste të cilat i përmenda. Unë siç e thika projekti është i gjatë, është me një cakt, unë e kam një ambicie ndoshta pak të shfrenuar, si thojmë, po unë du me arrit sa më lart në Evropë. Kjo është dëshira jam kryesore, të cilën nuk do ndaloj vit pas viti me provu, edhe pse dëshira jam është se më herët është me qenë me provim vendor, në kuptimin me lojtar vendor, por për të arritur ato marrjet e suksesit është pak e vështirë me këtë lloj kuadri, jo që nuk kemi kuadër të mirë ose të mjaftueshëm, po ekipet të cilat marrin pjesë në atë nivelin e lartë janë ekipe me një buxhet jashtëzakonisht shumë të madh. Jetojnë është jetojnë vetëm për futbollit, domethënë është puna që disa arsye të rëndësishme. Shumë të rëndësishme, domethënë ata stërvitin 2 herë në ditë, ne stërvitim 4 herë në javë, domethënë një disbalans shumë i madh, kështu që po unë domethënë ambicet e kryesore kam arritje sa më të lartë në Evropë, që ta ngrisim shtetin, klubin dhe shtetin sa më lart në orën ndërkombëtare, që të jemi një lloj ambasadori për shtetet e huaja, që të promovojmë shtetin tonë, që të themi edhe ne duam dhe ja dalim. Po qëllimi jam është Evropa dhe të arrijmë sa më lart. Besoj që këtë vit do provojmë të shohim se çfarë është një periudhë 2-3 muaj që kemi pauzë, me çfarë do bëjmë diçka më ndryshe për të arritur atë qëllimin tonë. Është shumë interesante janë për shkak që je në një pozitë dhe je i ri në fakt si president dhe ka shumë që lodhen gjatë këtij rrugtimi, po më pëlqen që është një vullnet shumë i mirë që ky zhvillim i klubit është normal edhe një gjë shumë e mirë edhe për sportin, por edhe për lojtarët që janë, sepse ka edhe ata që jetojnë prej këtij sporti, kështu që është një diçka shumë e mirë edhe besoj që me si vullneti edhe me çdo punë mund ndoshta me mrit të paktën një gjysmë profesionalizëm, ndoshta më ushtru deri në ditë më rrit kushtet edhe pse di që janë kushtet mjaft mira, edhe domethënë mendoj që çdo çka patën mu diskutuam nëse ki diçka tjetër për më shtu. Po, jo, desha më të ndalidh edhe me këtë pjesën e kësaj mu mas shumë ti më bën, si më thonë, në atë kuptimin gjallë është grupi që jashtëzakonisht është shumë i mirë, kemi lojtarë në mënyrë
janë perfekt, domethënë si në pjesën profesionale, si në pjesën njerëzore, domethënë ky grup i bashkuar neve na ka bë që më mbështet njëri tjetrën dhe na arrit deri këtë sukses, sepse siç e thekëm më herë, nuk është pak të rrjedh rresht, domethënë. Atmosfera shumë e rëndësishme. Atmosfera shumë. Ajo është që mban një klub ose një familje që të hetë sa më përpara, si se cekë edhe më herët ka pas ekipe të cilët kanë arritur Champions League-ën, e kanë arrit atë, si thoshë, kanë egon e tyre, kanë përmbushë dhe kanë lënë kanë mbyllë klubet, kështu që jo, qëllimi jonë është tjetër, domethënë nuk e mendoj asnjëherë që do arrit deri në atë pikë. Ndoshta vjen njeriu edhe lodhet me sukses në atë kuptimin për shumë vite, mundet me liru pak, me bë pak një javë mbrapa, për me mbylli absolutisht jo. Edhe disha më të ndërlidh dhe pjesa tash që jemi në fund me 3 korrike kemi shortën e Champions League-s, siç e thekëm edhe më herët, e dim verdiktin se a do zhvillohet të garat e Majnëran Kosovë apo do të thojmë jashtë dhe se cilët janë kundërshtarët tonë në këtë fazë. Pastaj faza tjetër e Champions League ka ndryshuar këtë sistemi i garave. Pas këtij grupit që mbahet në tetor është me vajtje ardhje direkt në Champions League. Me një ekip shumë alo më interesant. Shumë artuese, shumë më mirë, kanë pas edhe shpërdarësit me pas ekipe tjera më shumë në vendin tonë, me shpresë që të kalojmë grupin e parë, edhe shpresojmë që kemi marrë këtë sukses. Patjetër, unë besoj që mas pari që the tjetë këtu më zhvillu ky round, keni dëshmu vetën, kështu që besoj që kena me dhuru spektakl ka të bëj me komplet qytetin edhe me shtetin. Bledin të isha falendëruar që na prite këtu në sallë, zhvillum një intervistë dhe besoj shumë të mirë edhe i patëm edhe kupat edhe besoj që prapë kemi u taku në ngjarje tjera që kemi zhvillu dhe uroj që faza radhës më zhvillu këtu sepse edhe e meritoni për shkak punës që keni bërë në 2 vitet e kaluara. Kështu që faleminderit. Ishim me Bledin Brymën, i cili është presidenti i klubit Prishtina Zërëni në futsal, kampion dhe fitues i kupës për herë të tretë rresht në Kosovë. E tash po i presim natyrisht me suksese në Ligën e Kampionëve. Ka sa për këtë intervistë. Ky emision përkrahet nga IPCO Sporton është një emision sportiv me sporte të shumta, me sportistë jashtëzakonisht sportiv. Të cilët me shumë sportivitet do të shpërfaqin aftësitë e tyre sportive nëpër sportet respektive. Sporton. Shtunë dile. Check it out.